apo prakticjentës së drejtës, e që i përkasin stafeve akademike të fakulteteve të drejtësisë e universiteteve të huaja dhe vendase, apo që ushtrojnë detyra dhe funksione në organe kushtetuese, në organe të sistemit të drejtësisë, të administratës publike, apo në profesione të lira. Sot, pjesëmarrësit në këtë konferencë do të kenë mundësinë të ndjekin të gjithë me njëri tjetrin dhe të diskutojnë mbi 95 referime dhe që u përkasin mbi 142 referuesve dhe bashkë referuesve të kësaj konference. Sigurisht që ata do referojnë në fusha të ndryshme të së drejtës e me rëndësi e vlera teorike e praktike të aktualitetit. Referuar këtyre tematikave, referuesit do bëjnë referimet e tyre të ndarë në 6 panele, njëri prej cilëve online dhe secili panel në 2 sesione. Referuar nivelit të organizimit kësaj konference, partneritetin në këtë organizim, pjesëmarrësve në referime, përfaqësimit apo shtrirjes institucionale të tyre, tematikave, cilësisë, vlerave dhe rëndësisë së secilit prej referimeve, si dhe fushave të eksperiencave apo profileve të gjithë secilit prej referuesve, mund të thuhet padyshim se kjo konferencë përbën eventin e kërkimit shkencor më të madhin e këtij formati të Universitetit Luarasi qysh nga themelimi i tij. Kjo tregon qartasi për përgjegjësinë dhe seriozitetin e treguar në këtë drejtim. Me këtë rast, më lejoni që në emër të Fakultetit Drejtësisë Universitetit Luarasi, si organizator i kësaj konference, të përgëzoj për impenjimin disa mujor të treguar në organizimin e kësaj konference, zyrën e kërkimit shkencor të fakultetit, si dhe Komitetin Shkencor Ndërkombëtar dhe Organizativ të konferencës. Njëherëzi, të deklaroj të hapur punimet e kësaj konference, si dhe t'ju uroj të gjithë referuesve suksese në referimet dhe ulëmtimet e tyre. Ju falenderit. Më lejoni që në emër të Universitetit Luarasi t'jap fjalën për të përshëndetur konferencën rektorit të këtij universiteti, profesor doktor Etem Ruk. Profesor, do flisin që këto? Do flisin?